Bima e shafranit është një kulturë e re e cila pozicion interesin e fermerëve të zonës së Dumres për të arritur dhe për të prodhuar. Quhet ndryshe ari kuq, është erza më e shtrenjtë në botë dhe ndër tre ushqimet më të shtrenjta, bashkë me tartufin e bardhë apo kaviarin. Kjo bimë tashmë gjendet edhe në qarkun e Elbasanit, pasi prej disa vitesh Dervish Elezi nga Belçi e kultivon dhe e prodhon për tregti, pjesa më e madhe ikën eksport. Që shafrani, përveç se është një erë që përdoret në ushqim, është bimë mjekësore fantastike. Perëndia ka krijuar që aty të formohen shumë molekula ato të pisilet e kuq, mbi 150 lloj molekulash të ndryshme, që janë të gjitha shumë të dobishme për shëndetin, me efekt universal, gjithë sistemet që ka. Ne më pak se 1 hektar. Tash po thojemi që rriti 15, por nuk e kemi rritë sipërfaqen sepse varet në fillim nga tregu. Nëse nuk është tregu që ta tërheqë, do prodhosh më pak. Kështu që ne prodhojmë afërsisht aty sa mund të tregtojmë. Nexhip Elezi prej 10 vitesh merret me kultivimin dhe rritjen e bimës së shafranit dhe thotë se delikatesa e saj e vështirëson shumë punën. Si çdo bimë, do kujdesin e vetë në fel, po nuk është se ka gjëra ekstreme, si me thënë. Ato veçoritë që ka bima vetë. Për shembull, po ta shihni këtu është në formë me kanaleta të vogla, që të kullojnë ujin, sepse uji i tepërt në rrojnë të bimës e dëmton. Ka këtë specifik, toka do të jetë e kulluar, të jetë e shkrifët, që të rritë të gjardhoku për vitin tjetër, se i bë fare. Pas mbledhjes fillon pjesa më e vështirë e punës, procesi i tharjes dhe ndarjes së pistilave nga lulja. Gjithçka bëhet në ambient steril dhe të kontrolluar.